E drejta e nënës. Zekeria, i biri i Ibrahimit, megjithse i kishte të gjithë familjarët e tij me prindër të krishterë dhe vetë i përkiste po asaj feje, kishte një farkohe që po ndjente një prirje të vetën drejt Islamit. Ndërgjegja e thërriste drejt Islamit. Si përfundim, përkundër dëshirës së nënës, babait dhe familjarëve të tij, ai u kthye nga feja islame dhe u bë musliman. Erdhi koha e haxhit. Zekeria, si djalë i ri, synonte të shkonte në haxh. Doli nga qyteti i Kufës dhe shkoi në Medinë. Aty takoi Imam Sadikun, paqja qoftë mbi të. I shpjegoi imamit se si e kishte pranuar Islamin dhe imami i tha: "Ç'gjë të tërhoqi drejt Islamit?" Zekeria tha: "Vetëm kaq mund të them. Fjala e Zotit në Kur'an kur i thot profetit të tij: O pejgamber, ti më përpara as nuk e dije se çfarë është libri, nuk e dije çfarë është besimi, por ne që të shpallëm ty Kur'anin, dham dritë dhe nëpërmjet kësaj drite udhëzojmë cilin do që duam. Kjo për mua ishte e drejtë." Imami tha: "E miratoj, Zoti ty të ka drejtuar." Pastaj imami tha 3 herë: "O Zot, vetë ti qofsh drejtuesi i tij." Dhe më pas: "Biri im, tani çfarëdo pyetje që të kesh, thuaje." Djaloshi pyeti: "Babai, nëna dhe të gjithë familjarët e mi janë të krishterë. Nëna ime është e verbër. A do të ringjallem unë me ata dhe a dua ta ha ushqimin së bashku me ta? Si i bëhet punësime në këtë mes? A e përdorin ata mishin e derrit?" pyeti imami. "Jo, o biri i profetit. As nuk e prekin dot mishin e derrit", u përgjigj Zakaria. "Atëherë, të hash bashk me ta nuk ka asnjë pengesë", u përgjigj imami. Pastaj, imami i tha Zekerias: "Kujdesu për nënën tënde. Sa të jetë gjallë, sillu mirë me të. Kur të vdes, mos ja lë varrimin e saj askujt tjetër. Përgatiti vetë të gjitha gjërat që duhen për varrim. Këtu, mos i thuaj askujt që je takuar me mua. Edhe unë do të vi në Mekë dhe po deshi Zoti, takohemi edhe atje." Kur shkoi në Mekë, djaloshi vajti ta takonte sërish imamin. U habit kur pa se si njerëzit i vinin atij nga prapa, si fëmijët që e rrethojnë mësuesin e tyre, duke i bërë pyetje të njëpasnjëshme dhe merrnin përgjigje nga imami. Ditët e haxhit mbaruan dhe djaloshi u kthye në Kufe. Këshillën e imamit e mbante në mendje gjithmonë. Filloi të përkujdesej për të ëmën e tij të verbër, pa përtuar për asnjë çast. E ushqente atë me duart e tij, madje edhe rrobat i alante dhe ja pastronte vetë. Ky ndryshim në sjelljen e djalit, sidomos pas ardhjes nga udhëtimi në Mekë, ishte shumë i habitshëm për nënën. Një ditë, ajo i tha djalit të saj: "Biri im, ti më parë kur ishe i besimit ton, nuk silleshe kaq mirë e me dashuri me mua. Ç'ka ndodhur? Tani që ti dhe unë nga feja nuk jemi të njëjtë, sillesh më ëmbël me mua." "Nënë dashur, njëri prej djemve të profetit ton, kështu më udhëzoi", u përgjigj i biri. "Po ai vetë është profet?" pyeti nëna. "Jo, ai nuk është profet. Ai është djali i profetit", u përgjigj sërish i biri. "O biri im", i tha e ëma, "unë mendoj që ai vetë është profet, sepse këto këshillat e tij nuk i thot tjetër kush përveç profetëve." "Jo, o nën, të jesh e sigurt që ai nuk është profet. Ai është djali i profetit. Pas profetit ton, në botë nuk do të vijë asnjë profet tjetër", u përgjigj djali. "Biri im, feja jote është një fe shumë e mirë, është më e mirë se çdo fe tjetër. Ma jep edhe mua fenë tënde", foli e ëma. Djali i mësoi nënës shehadetin dhe nëna u kthye në muslimane. Pastaj, djali nisi t'i mësonte nënës së tij të verbër rregullat e faljes dhe mësimet e Islamit. Nëna i mësoi dhe filloi të falte namazin e drekës dhe të pasdites. U bë natë, nëna u ngrit të falte namazin e mbrëmjes. Pastaj, vonë në darkë, ajo u sëmur dhe ra në shtrat. Ajo thirri të birin e saj dhe i tha: "Biri im, i thuaj edhe një herë ato gjëra që më mësove." I biri i tha edhe një herë fjalinë e shahadetit dhe rregullat e tjera islame dhe i foli për besimin, profetin, melekët, librin e Allahut
dhe ditën e ringjalljes. Eona i përsëriti të gjitha ato pas të birit dhe ja dorëzoi shpirtin e saj, shpirt të krijuesit. Kur u bë mëngjes, erdhën myslimanët dhe e bën trupin e saj gati për varrim.